Ndërkohë, zoti Bilali, e ka mobilizuar Trump Evropën për mirë për t'i arritur qëllimet e tij për një farë mënyrë rrëzimit të saj si polic në arenën ndërkombëtare. Po, polic botëror ande është Amerika me, mund të them, me mangësi. Jo, Amerika është kryepolici duket, po këta duhen për një lloj bashkëveprimi në fushën e sigurisë. Po, të evropianët, ta them një fakt interesant, sipas facetit, rusët kanë 8 deri 9% të GDP-së së tyre dërgojnë në armatim. Evropianët duke kaluar shtetet evropiane 2.5 marrë mesatare. Aja që është më rrezikshme është zhvillimi i industrisë dhe kapaciteteve mbrojtëse të prodhimit. Rusia prodhon armatim dhe municion për 3 muaj që Evropa, të gjitha vendet evropiane nuk prodhojnë për një vit. Dhe kjo është ajo problematike, koncepti që duhet të ndryshojë komplet në Evropë në aspektin e sigurisë. Evropianët kanë paketin 800 miliardë, gjermanët e kanë planin operacional, sepse është bërë gabime në opinion tek ne, që tash ka filluar plani operacional Gjermania. Plan ka filluar më herët, vitin 2023, është 1000 faqesh, është sekret shtetëror, do të thotë jashtëzakonisht rrëpsisht e ndaluar të dihet për atë material. Mirë po, do thotë kapacitetet e tilla që zhvillohen sot në Evropë don kohë. Dhe është, mund të them, ai raporti edhe brenda fragjil i francezëve, gjermanëve, anglezëve dhe italianëve. Meloni do të bëjë një vizitë kryeministja italiane në Amerikë një javë tashme. Dhe si duket ka një përplasje francezo-italiane. Por koncepti për të qëndruar NATO si forca e sigurisë e Evropës duhet të vazhdojë prapë, dhe është jetike për gjithë perëndimorë. Mirë po, është ajo thonja e G.D. Vance't në atë mesazhin e Atlantikut, atij portalit, kur thotë që nuk kemi vullnet edhe një herë ta mbrojmë Evropën. Dhe këtë sekretari i mbrojtjes e përshëndet me takordancë. Do thotë gjendemi para një rrethi vicioz që mund të jetë një lloj spekulimi, me qenë se unë besoj që evropianët dhe amerikanët 90% në aspektin e mbrojtjes evropianët varet nga amerikanët dhe nuk ka mundësi tjetër. Po, nuk ka mundësi tjetër. Ndërkohë, nëse mund t'ju bëj edhe një pyetje sa i përket edhe takimit të rëndësishëm që do mbahet me Netanyahun, edhe çështja e linjës së mesme mbetet një problematik, duke qenë se kemi diskutuar edhe më përpara çështjen e Gazës, që është ende një çështje me shumë pikpyetje, ende e paqartë, nëse madje po ndalemi te Gaza, kemi parë dhe planin për shembull të Egjiptit, se si duan ta transformojnë Gazën, por kemi parë dhe planin e Donald Trump që ka pasur disa dhe nota humori se si Gaza, e cila është në një gjendje të rënduar, në çfarë lloj aspekti mund transformohet në një vend luksi dhe harbimi, të paktën kështu e kanë cilësuar. Besoj keni parë videon që ka publikuar Donald Trump për transformimin e Gazës, apo jo? Kështu që ajo çfarë duhet të sjellë në vëmendje është që ky takim me Netanyahun, çfarë prisni ju që do sjell në marrëdhënien mes Amerikës, nga ana tjetër Izraelit, por krijimit ndoshta të Palestinës, apo janë ende plane shumë të largta për të sjellë një lloj paqe në linjët mesme? Ti marr një koment zotit Herisi dhe më pas po kaloj me një herë te ju zoti Bilali.